do ngele vazhdimisht e vërteta që ofron Islami, e vërteta që i ngreh njerëzit dhe është joshës e përmendjet e njerëzve, kurse këta figura, do thot kontravers me plot aferat të ndryshme, qoftë në rafshin akademik, qoftë në rafshin moral, qoftë në rafshin personal, familjar, ata do thot mund të shkëlqejnë për shkak se reflektorat u drejtohen atyre një kohë të shkurt, mirë por nuk kanë jetë gjatësi. Pse? Sepse Allah i Madhreshëm e ka treguar këtë gjë në Kur'anin fizik me një rregull që është rregull të cilin unë për veti që nga dita që e kam mësu e kam parasysh vazhdimisht dhe kjo është ajo që ngjall të une dhe më mbush me optimizëm. Allahu i Madhreshëm thot: "Wa amma zabadu fayadhhabu jufan." Shkuma shkon kot, se s'ka vlerë, s'ka pesh, nuk paraqet asgjë. Ai shkon shkot. Wa amma ma yanfa'u nas fayathbutu fil ard. E ajo që u bën dobi njerëzve ngelet në tokë. Andaj përderisa Islami është i dobishëm për njerëzimin, Islami burimor, Islami të cilin ofron Kur'ani fisnik dhe hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Islamin që kanë zbatuar praktikisht gjeneratat e arta të Islamit dhe kanë ardhur brez pas brezit dietar dhe adhurues, njerëz të devotshëm, e të sinqert, njerëz të ndershëm, e të moralshëm, që e kanë vazhduar këtë rrugë deri më sot, ky Islam është ai që i bën dobi njerëzve dhe ky ka më mbet. E ato janë shkuma, si shkuma e detit, vinë në një moment, marrin një hapësirë të madhe, po për një kohë shumë të shkurt harxhohen edhe treten edhe largohen.